ndoshta do të sistemi na do të mbusheshin me dhe do të merreshim me punët e tyre. Edhe nëse e heqim këtë lenten patriotike apo filtrin patriotik, nëse donim përmes të cilit shikojmë zhvillimet, prap mbetet një pyetje që kemi dëgjuar shpesh këto ditë. Çfarë antarësimi do të ishte ky? Sepse antarësimi në Bashkimin Evropian konsiderohet i plot kur e ke dhe atë të drejtën e vetës, kur je i barabartë mes të barabartëve. Pse nuk do duhet Shqipëria, Malizi, Serbia, kushdo që tjetë, që për shembull kur të plotësohen kushtet, sepse të gjithë e theksojnë që duhet të bazohet në merit, por kur të plotësojnë kushtet, pse nuk do duhet të jenë të barabartë me Francën, me Italinë, me Spanjën? Po, shiko, integrimi ose në Unioni Evropian gjithmonë është besohet që është bazë meritore, po gjithmonë ka qenë zhvillime politike që kanë ndikuar shumë që shtetet e reja të antarësohen, sidomos pas viteve 90-ta, ka qenë vendime politike. I kemi rastin e Bullgarisë apo shtetet tjera cilët në një mas madhe nuk i kanë plotësuar standardet, po prapë janë bërë. Po unë thash tash kjo kërkesa që të jemi të barabartë është kërkesë legjitime nëse antarësohesh, po nëse shet që ajo është larg, atëherë ndoshta kërkon rrugë tjetër, të cilat themi të shkojë shkallë, po integrimi, së pari integrimi ekonomik, e pastaj ndoshta edhe integrimi politik, apo ndoshta është edhe liderët e Ballkanit e kanë një tendencë themi institucione demokratike të jenë e detër, po në realitet është një lloj lider të fortë të cilët dëshirojnë që të kenë gjithçka nën kontroll, ndoshta kjo nuk përshkon bashkë me gjithçka çfarë dëshiron ose kushtet që duhet të plotësuar për Unionin Evropian. Po nuk shoh diçka të keqe, do të thotë unë dëshiroj që të jetë antarësimi i plot, po me siguri ata e dinë gjendjen edhe më mirë dhe ndoshta e kanë parë që janë larg atij integrimit të plot, ndoshta kërkojnë rrugë tjetër. E kuptoj. Kalojmë vëmendjen tek zhvillimet brenda në Prishtinë. Kjo pyetja që ndan shumë njerëz, më thoni, a ju bind ju apo jo? A është i drejtë vendimi i presidentes Osmani për ta shpërndar kuvendin? Ka shumë interpretime ndryshme që kemi parë gjatë këtyre ditëve, ka njerëz që pretendojnë për një konflikt mes dy neneve të ndryshme të normës kushtetuese. Unë nuk dua ta kthej në një çështje teknikaliteti, le të themi të neneve të ndryshme të kushtetutës, sepse rrezikojmë që njerëzit të lodhen dhe mos na ndjekin, por thjesht për dhënë këndvështrimin tuaj. A kishte të drejtë në parim zonja Osmani me atë interpretimin e saj kur thonte kushtetuta është detyruese në mënyrën se si është formuluar kur thot duhet të, jo mund të. Pra ajo ka pretendimin që nuk bëja dot ndryshe. Ju bindi ju arsyetimi zonjës Osmani? Po, të them drejtën, jo arsyetimi, më bindi kushtetuta. Okej. Arsyetimi unë e besoj shumë. Unë mendoj që kushtetuta në këtë aspekt është mjaft e qartë, po si shtat ju nuk duhet të zbres në të bëhem jurist për ta. Po është e qartë, sepse nene është shumë i qartë, dhe nuk mund të ketë dy nene në kushtetutë të cilat janë në kundërshtim me njëri tjetrin. Ai 60 vjet që ka mund të filloj shumë më herët, po nuk mund ta largosh nenën atë pikën e paragrafin e 2 që thotë duhet. Dhe e ka pas gjithë kohën për ta zgjedhur këtë çështje. Po shiko, problemi te ne është politik, tash këto luftra politike po mundohen ta zgjedhin përmes kushtetutës. Dhe vitin e fundit ne kemi arritur deri në shkallë që kushtetutën e kemi shkelur disa herë. Dhe në një farë mënyrë kushtetuta më për elitën politike të ne nuk është bërë diçka obligative, është një jetë rekomandim të cikajt apo institucionet apo partitë politike kur dojnë shkelin apo kur dojnë e marrin atë rekomandim, kur nuk i konvenon e dërgojnë në kushtetutë për të lypur interpretime. Dhe në vazhdimsi më shumë se që një vit jemi duke u sjellur poshtë e lart, duke dërguar deri në kushtetutë, duke shkelur kushtetutën, mos harrojmë edhe kuvendi i cili doli nga zgjedhje të shkurtit, i cilin u themelua pastaj ishte kundër kushtetues sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Edhe pse atëherë u dha dekreti nga presidentja, u krijuan institucionet, po vendimi i kushtetutës i cili erdhi pas mendimit është përndajës ishte saj kuvendi ishte jo kushtetues sepse nuk arritën ta zgjedhin kryesinë e kuvendit. Kështu që kjo loja me kushtetuesin është duke dëmtuar Kosovën, siç thash kushtetuta është bërë një letë rekomandim për partitë politike, prandaj përderisa nuk ka pasoja për shkeljen e kushtetutës dhe deri tash nuk ka pas pasoja, ata vazhdojnë secili ta interpretojë siç do. Dhe
Ju e përmendët fjala kushtetuta për gjykatë kushtetuese është përmendur aq shumë gjatë javëve dhe muajve të fundit, saqë nuk e di nëse ka ndonjë fjalë që dëgjosh më shpesh se sa këto të dyja. Dhe prap politika e dërgoi jo një herë, po 2 herë brenda pak orësh diferencë ju drejtuar gjykatës kushtetuese me 2 çështje të ndryshme. Një prej këtyre është pikërisht dekreti i presidentes Osmani që shpërndan kuvendin, një dekret i ankimuar nga lëvizja vetëvendosje. Në këtë vështrimin tuaj, a ka hapësirë, sepse duket sikur gjithmonë i kërkohet gjykatës kushtetuese që duke krijuar normë përmes vendimeve të veta, të krijojë një rrugë, të hap një terren nga përmes të cilit të dilet nga situacione apo ngërçe të ndryshme institucionale dhe politike. Pra duket sikur politika i shkon gjithmonë te dyert e gjykatës dhe kërkon zgjidhje, ndihmën prej saj. Në kushtet ku jemi, në konversimin tuaj, a ka mundësi të bëjë diçka konkrete gjykata kushtetuese për të ndihmuar vendin që ta shmang një krizë institucionale? Faktikisht nuk mundet. Gjykata kushtetuese është në mënyrë duke u keq përdorur nga institucionet, nga partitë politike. Shiko, to kërkesa që dërgohen, që janë dërguar në vazhdimsi, nuk janë kërkesa të sinqerta, se me të vërtetë nuk e dim se ka duhet të shkojnë. Më shumë është, unë e quaj një lloj keq përdorimi i gjykatës kushtetuese për të arritur ambicet e veta, të cilat me shumë në raste bien në kundërshtim me kushtetutën. Kështu që kushtetuta, apo ata 9 gjyqtarë, apo 7 që janë tani, nuk mund ta mbrojnë Kosovën nga politika e gabuar. Ata mund ta mbrojnë kushtetutën. Mirë po Kosovën ose dëmin i cili shkaktohet Kosovës nuk mund të mbrojnë nga gjykata kushtetuese. Kjo është përgjegjësi e partive politike, institucione të tjera, e nuk është përgjegjësi e gjykatës kushtetuese se çdo vendim i cili me arsye po në shumicën e raste pa arsye fare dërgohet atje vetëm për të fituar kohë apo për të fituar një opsion me shpresë ata do të vendosin opsionin cilin partit ose kushdo që dërgon. Kështu që unë besoj që gjykata kushtetuese është për momentin një pozitë shumë të vështirë dhe shpresoj që do të jenë në nivel detyrës, ka një presion të madh ata gjyqtarë, është fatkeqësi që mbrojtja e gjithçmërisë, kushteshmërisë të bie vetëm mbi 7 gjyqtarë. Nuk është asnjë institucion tjetër i cili siç duket dëshiron ta mbrojë, sepse këto janë lojra politike. Ata nuk dëshirojnë ta mbrojnë kushtetuesen, ata dëshirojnë ta shfrytëzojnë kushtetuesen pa marrë parasysh që të arrijnë në pushtet. E kuptoj. Propozimi tjetër që ka shkuar në dyert e gjykatës kushtetuese është ai bërë publik tashmë nga presidenti Osmani. Sipas saj jo për këtë palëzjedhje, por për të ardhmen, për të evituar përsëritjen e situatave të tilla të ngjashme, thekson zonja Osmani, do duhet propozimi i saj amendamente kushtetuese që Presidenti i Republikës ta zgjedhin drejt për së drejti qytetarët me votën e tyre direkte. Por gjithmonë kjo ideja që një president i zgjedhur nga populli do duhet ketë ama dhe më shumë kompetenca, ndërkohë që këtu mes Kosovës dhe Shqipërisë ka ngjashmëri sa i përket rolit të presidentit më tepër honorifik, simbolik në republikat tona, sesa me kompetencat mirëfillta. E para si shikoni opsionin e propozuar nga zonja Osmani, që kryetari i kuvendit Albrena Xhiu u duk sikur e mbështeti me shumë zell, dhe këtu ka një pikpyetje nëse ishte një lojë politike vetëvendosës kjo, por mbetet ta diskutojmë më pas. Pra, idenë e zgjedhjes president nga populli si e shikoni dhe çfarë kompetence mund të kishte më shumë presidenti i Republikës në Kosovë nëse do të lindte nevoja për t'i dhënë diçka më shumë? Shiko, kjo ideja ka qenë është e hershme nga viti 2011 kur kishim problemet njëjta. Kjo që ka ndodhur tani, kjo ishte një lojë nga gjitha aktorët se cilët tentuan ta fusin, kjo ishte një lojë politike, është shumë absurde, po fatkeqësisht ne jemi mësuar me gjëra të tilla, sepse ato ndryshimi kushtetutës nuk është diçka që sillet 5 minuta në orën 12. Mirë po ideja e zgjedhjes presidentit është, shiko, kemi pro dhe kontra asaj ide, themi, nëse mendon ta zgjedh një president, mund të imagjinojmë që një parti e cila fiton më shumë të gjasat më mëdha ka që ta merr edhe një president. Përderisa zgjedhja e presidentit nga kuvendi me kompetencat që i ka kërkon një bashkëpunim ndërmjet partive, pa marrë parasysh nëse i keni fituar 50 apo 60%. Kështu që nuk është që do të zgjedh problemet zgjidhja e presidentit në mënyrë direkte nga populli,
Edhe nëse zgjidhet në mënyrë direkte, atëherë edhe kompetencat nuk është të thënë se duhet të ndryshojnë atë shumë me t'ja përshtatur ato, sepse kompetencat e presidentit na jena të ne qeveria ka rolin kryesor. Do thotë presidenti o e zgjedhën nga parlamenti, o e zgjedhën nga populli, nëse dëshirojmë vetëm ta largojmë si prej ekuacionit të partive politike për të ikur blokades, është një ide mirë, po nëse dëshirojmë që të zgjerojmë kompetencat, atëherë duhet të mendojmë të bëjmë ndryshime të thella kushtetuese, që ta dim a jemi vend presidencial apo do të mbetemi vend parlamentar ku qeveria do të heqë. Një situatë të ngjashme në parlament pra referuar rrezikut të kalimit në zgjedhjet parakohshme, sepse duket sikur ka diçka që na bashkon dy kryeqytetet shqiptare, dy politikat, le të themi. Klasën politike në Tiranë dhe atë në Prishtinë. Në të dyja duket sikur fjala konsensus tingëllon si fjalë pisët. Dhe këtu në Tiranë e zgjidhen para disa vitesh tashmë, shumë vitesh tashmë, e zgjidhen duke rënë dakord që në të ardhmen të mos binin dakord. Dhe u ndryshua kushtetuta, u ndryshua mënyra se si zgjidhet presidenti i Republikës, nuk ka më president mbi palët që atëherë, praktikisht kemi pasur gjithmonë president që konsiderohen të njëanshëm, të dobët deri diku etj, për kufizimet mund të shtohen. Por politika ra dakord që zgjedhja e presidentit të mos jetë më dakord. A shikoni ju potencialisht një nevojë të tillë që politika të bjerë dakord edhe në Prishtinë për ndryshime kushtetuese që edhe nëse nuk kalon fjala tek qytetari për zgjedhjen e presidentit, të paktën të ndryshojë mënyra, kushtet që ka kushtetuta që mos të kthehet më në një ngërç institucional? Unë besoj që do të ishte më mirë të merreshin vesh që të zgjidhej, po të bëhet mënyra ashtu e mundshme që të zgjidhej pa i bllokuar institucione të tjera. Roli i presidentit e ne nuk është ai roli vendimtar themi. Kështu që gjithmonë në të kaluar në farë mënyrë zgjedhja e presidentit ka qenë pjesë politike, koordinatorike edhe me institucione tjera.